Përmeti shkëlqen sërish në skenën ndërkombëtare. Vajzat e vallëve përmetare së bashku me saze tradicionale dhe mësuesen e njohur Mimoza Topoviti janë kthyer në vendlindje me një trofe që simbolizon më shumë se një fitore. Është vetë identiteti kulturor i qytetit që u ndërrua nga Sanremo në Cannes e deri në Monte Carlo. Kryetarja e Bashkisë Përmet, zonja Alma Hoxha, i mirëpriti me krenari dhe përzemërsi në një takim simbolik që te kaloi formën zyrtare. Ishte një përqafim i vërtet mes artit dhe shpirtit përmetar. Kupa e fituar është dëshmi e një kulture të gjallë që nuk shuhet, por përcillet me dashuri nga brezi në brez. Ky moment është një dëshmi e asaj që Përmeti përfaqëson art, histori dhe një trashëgimi që flet dhe përtej kufive, u shpreh kryebashkiakja Hoxha, teksa falenderoi të gjithë pjesëtarët e grupit që ngritën lart emrin e Përmetit në arenën ndërkombëtare. Ky sukses nuk është fundi, por një tjetër hap në rrugën e gjatë të përçimit të vlerave të vallës, këngës dhe kabas përmetare në historinë e pasur të kulturës shqiptare. Me këtë frymë, Përmeti premton që të vazhdojë në qendër të gjallë të traditës që frymëzon.